Shkollat konsiderohen si vendet më të sigurta për fëmijët, por shpesh janë vetëmiturit që rrezikojnë njëri tjetrin brenda hapësirave të institucioneve arsimore. Sipas statistikave të Policisë së Kosovës, për krejt vitin 2025 janë raportuar 604 raste të incidenteve nëpër shkolla. Ndërkaq për vetëm 4 muajt e parë të 2026-s, pra deri në prill, policia ka regjistruar 237 raste të tilla. Në mesin e incidenteve shpesh përfshihet edhe përdorimi i armëve të zjarrit dhe armëve të ftohta brenda shkollës. Po nëse kemi raste të tilla do të konfiskohen armët e tilla ose armët mund të jenë armët të zjarrit, mund të jenë thika, mund të jenë boksa, mund të jenë forma të ndryshme të metalit të cilat janë të rrezikshëm, duhet pastaj të mbajtë evidencat e ndryshme të grupeve të ndryshme të cilat janë afër shkollave, mund të kenë armë ose droge e forma tjera, do të bastisen personat e dyshimt, nxënësit e dyshimt, grupet e dyshimta. Ndërkohë Besnik Dragusha nga Këshilli i Prindërve të Kosovës në lidhje me këtë situatë thotë se kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit që të hartojë strategjinë kombëtare për sigurinë në shkolla. Ajo sipas tij do duhet të përcaktonte përgjegjësitë e secilit aktor nga mashti e dritë e prindrit. Jemi të shqetësuar për numrin e madh të rasteve të tilla. Edhe nëse ky numër nuk rritet dhe mbetet në nivelin e vitit të kaluar, ai tregon se nuk ka pasur përmirësim cilësor në aspektin e sigurisë fizike brenda institucioneve arsimore të Kosovës. Sa i përket bashkëpunimit ndërmjet prindërve, nxënësve dhe mësimdhënësve, vlerësoj se ai është shumë i mirë në nivelin e shkollës fillore, ndërsa në nivelet e tjera vjen duke u zbehur. Familja, shoqëria dhe rrjetet sociale vlerësohet se mbesin shkaktarët kryesor që shtyjnë të miturit të kryejnë vepra penale. Konfliktet familjare, mungesa e mbikëqyrjes, presioni nga bashkëmoshatarët dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve të dhunshme mund të arrisin rrezikun e sjelljes të tilla. Shenjat paralajmërues janë agresivitet i shtuar, izolim social, interesimi i tepruar për armët. Konfliktet e shpeshta dhe ndryshimet e papritura në sjellje janë vetëm disa nga shenjat që kërkojnë vëmendje. Psikologët konsiderojnë se edukimi emocional të këtë miturit është masë rëndësishme parandaluese, ndërkohë mashti nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit lidhur me këtë çështje.